Urnani kryeministër. Të nderuar deputet, të dashur qytetar, sot paraqesim për miratim projekt ligjin për ratifikimin e amandamentit numër 3 të marrëveshjes financiare ndërmjet Republikës Kosovës dhe Bashkimit Evropian për programin IPA 2018. Qëllimi i amandamentimit të kësaj marrëveshje është që zgjatja afatit kohor për zbatimin e projekteve, përkatësisht që afati përfundimtar për zbatim të jetë 10 vite pas arritjes së marrëveshjes fillestare, dhe meqense ajo marrëveshje ka hyrë në fuqi në vitin 2019, afati për zbatim zgjatet deri në vitin 2029. Kërkesa për këtë shtyrje ka ardhur nga zyra e Bashkimit Evropian, e cila është autoritet kontraktues për projektet IPA në Kosovë, meqense afati më hershëm për marrëveshje fillestare i caktuar për 6 vite, më tej zgjatur në 7 vite me amandamentin 2, nuk ishte mjaftueshëm për zbatimin e projekteve për shkak të vonesave që ka pasur gjatë zbatimit të projektit të ndërrimit të filtrave në termocentralin Kosova B. Marrëveshja u nënshkrua dhe projekt ligji për ratifikimin e saj është miratuar në qeveri në dhjetor të vitit 2024, por për shkak të shpërbërjes së kuvendit nuk është përfunduar procesi, prandaj edhe projekt ligji është miratuar sërish nga qeveria aktuale me 20 shkurt dhe tani duhet të ratifikohet në kuvend. Ju faleminderit për vëmendjen dhe kërkoj mbështetjen tuaj. Faleminderit, nderuar kryeministër. Tani ftoj nënkryetaren e komisionit funksional, zonjën Liza Gashi, për shkak se kryetaria Hikmete Bajrami nuk është këtu. Faleminderit shumë kryetari, nderuar kryeministër, të nderuar anëtarë të kabinetit qevetar, të nderuar kolegë deputet. Në mbledhjen e Komisionit për Integrim Evropianit mbajtur me datën 26/02/2026, në cilësinë e komisionit funksional, komisioni ka shqyrtuar projekt ligji numër 10 për L009 për ratifikimin e amandamentimit numër 3 të marrëveshjes financiare ndërmjet Republikës Kosovës dhe Bashkimit Evropian për programin IPA 2018. Qëllimi i amandamentimit numër 3 të marrëveshjes financiare ndërmjet Republikës Kosovës dhe Bashkimit Evropian për programin IPA 2018 është shtyrja e afatit zbatimit marrëveshjes për të mundësuar realizimin e plot dhe të suksesshëm të projekteve të financuara nga Bashkimi Evropian, të cilat janë përballura me venesa gjatë zbatimit dhe miratimit të tij. Prandaj Komisioni për Integrim Evropian i rekomandon Kuvendit Republikës Kosovës për miratimin e projekt ligjit numër 10 për L009 për ratifikimin e marrëveshjes në fjalë. Faleminderit. Deklaruan se do i votojmë të gjitha marrëveshjet ndërkombëtare, po e kam një kërkesë me së shku me këto procedurat e stërgjatura, me ekspoze të zgjatura, qoftë nga qeveria, po edhe nga anëtarët e komisionit që e prezantojnë ato, me shku pak më shpejt në procesin e votimit, kishte qenë më mirë. Qeveria po të mbështet në këtë kërkesë, po besoj që edhe grupi parlamentar njësoj. Faleminderit për kontributin. Tani ju lutem që të përgatitemi për votim. Regjia, vazhdojmë me votimin e projekt ligjit numër 10 L009 për ratifikimin e amendamentit numër 3 të marrëveshjes financiare ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për programin IPA 2018. Përgatitemi për votim, votojmë për projekt ligjin tash. Një deputet kanë votuar për projekt ligji numër 10 L009 për ratifikimin e amendamentit numër 3 të marrëveshjes financiare ndërmjet Republikës Kosovës dhe Bashkimit Evropian për programin IPA 2018. Asnjë kundër nuk ishte, asnjë abstenim, pra 80 vota për.